Sot do flasim për 5 gjërat që duhet kemi parasysh para se të blemi makinë përdorme. Si shembull, sot kemi këtë Skodën VRS që kam ble. Tash faza parë fare është para se të shkojmë akomat e ai veni për të pa makinën, që të kursem dhe kohën tonë, kryesorja është mi bo kontroll në Car Vertical edhe për të pa historikun, për të pa a ka pas aksidente, kilometrat, e të gjitha. Të hapni vetë në Google e në website Car Vertical edhe fusni kodin ALCARSIZ edhe merr 20% ulje. Po e marr si shembull Skodën që kena këtu, shkruajmë targën. Nëse nuk është makina me targë angleze, shkruan e çot e vin këtu edhe shkru numrin e shasis, kilometrat tamam, kredi s'ka, 4 pronarë thot kjo, dëmtim s'ka. Na trego edhe motorin e kategorinë e gjonët. Ka qenë regjistruar në check-in në fillim. Në 2013 ka ndru pronari parë. Në 2015 e ka marrë pronari që e kam ble unë, që e ka sjell në Angli. Këtu e owner changed, i njëjti e ka pas, këto dy vëllezër kanë qenë. Edhe këtu e unë që e kam ble 4 2025 në prill. Tani në rast se faza parë kaloi me sukses edhe pas kontrollit, ajo që zbulum na duket e mirë, kalojmë te faza dytë e